Qeveria po mendon të ulë akcizën për karburantet dhe TVSH-n për importin e derivateve për të parandaluar një tronditje çmimesh për qytetarët dhe ekonominë. Kryeministri Hristian Mickoski pret që ndikimi i konfliktit në lindjen e mesme të reflektojë në çmimet e derivateve, kryesisht në naftë, por jo aq shumë në gaz. Ai thotë se me kalimin e kohës mund të kemi sfida të caktuara ekonomike, por do të shfryttojnë mundësitë tona për të zvogëluar ndikimin mbi standardin e qytetarëve. Повеќе на нафтата, бидејќи ние немаме премногу голема зависност во делот на гасот, полека завршува и грената сезона, така што од тој аспект, а и македонската индустрија нема прилично голема развиена мрежа во делот на гасот, можеби во делот на нафтената индустрија ќе имаме одредени притисоци, ќе треба да се зголемува цената, но и тука разгледуваме со Министерството за финансии да намалиме во делот на акцизата, да намалиме во делот на даноците, да видиме кои се нашите можности за да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните. Edhe ekspertët e energjetikës që i konsultuan presin që goditja më e madhe nga tensionet në lindjen e mesme të jetë mbi çmimet e derivateve. Por shqetësuese sipas tyre është edhe fakti që tarifat e transportit janë dyfishuar dhe transporti më i shtrejtë mund të rrisë çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera. Регулаторната комисија за енергетика пофреквентно да ги следи овие текови на цените и промптно да реагира преку донесување на одлуки за цените на нафтените деривати кај нас, за да не се создадат состојби каде што ќе имаме ефтина цена на нафтени деривати, а ќе немаме деривати. Така да снабдувањето, испораката на нафтени деривати во Македонија треба да се обезбеди континуирано, само ако цените на домашниот пазар ги следат тековите на цените на меѓународни. Kryeministri nuk dha përgjigje nëse dhe kur qeveria do të shpallë gjendje krize në vend dhe nëse po mendohet për masa të tjera për mbrojtjen e qytetarëve dhe ekonomisë nëse situata përkeqësohet. Sipas ligjeve, në kushte lufte, emergjence, krize të shkaktuar nga fatkeqësi natyrore ose të tjera, Ministria e Financave duhet të ulë akcizat për karburantet deri në 4 denar ose TVSH për importin e emergjencave nga 18 në 10%. Agjencia për rezervat e naftës ka detyrim ligjor të sigurojë sasi për funksionimin e pandërprerë të ekonomisë për 60 deri në 90 ditë. Ministria e Energjetikës njoftoi se në rast mungese të furnizimit, rezervat vendase të naftës janë stabile, por ato përdoren gjithashtu me vendim të qeverisë në rast shpalljeje të krizës energjetike ose shkelje serioze të furnizimit.